ditën e tretë të gërmimeve në zonën e sipërme të fshatit malor Mato Hasanaj, grupi arkeologëve shqiptaro-amerikan po zbulojnë detaje të rëndësishme për historinë e vendit. Ky fshat me pozicion të rrallë gjeografik ngrihet në rënoja të lire që datojnë përgjatë shekujve 19-20, duke ngjallur gjithnjë më shumë interes të shtuar për arkeologët. Gërmimet deri më tani kanë nxjerrë në pas strukturën e veçantë të zonës së qytetërimit të vjetër, teksa arkeologët kanë nxjerrë nga toka sende të ndryshme të tipit qeramik. Sipas arkeologe Sabina Veseli, deri pa kohë më parë Mato Hasanaj njihet si forteza e lire, por krahas punimeve dhe kërkimeve, së fundmi rezulton se këtu ka patur një qytetërim të tërë të rëndësishëm për dokumentimin historik dhe një lloj si Amantia apo Antigonea, kemi të bëjmë me një qytet të madh, çka dëshmohet nga godinat publike të gjetura. Kjo është hera e parë që gjendet një godinë e tillë në Shqipëri me këto përmasa që pretendohet i përkatësi shekullit të tretë para erës sonë. Është një projekt cili është relativisht i ri, është viti i tretë që ne kemi në Mato Hasanaj. Është një bashkëpunim shqiptaro-amerikan, Instituti i Arkeologjisë me Universitetin Spitfire në Amerikë. Kemi munduar të bëjmë një ekip të bashkët për të bërë kërcimin Mato Hasanaj. Mato Hasanaj njihet kudo si fortesa i lire, por fakti është që deri përpara 2-3 vjetësh, në Mato Hasanaj ishin kryer arkeologjike dhe studime të sistemit fortifikues të mureve. Është një fortezë, është rreth 3 hektar dhe është një fortezë të cilat janë mbrojtësit e qytetit kryesor të Amantia, të cilat shtrihet në këtë drejtim. Kur filluam survejin vitin e parë dhe gërmimin vitin e dytë, mendonim për herë që ishim në një fortezë ushtarake që shërbente kryesisht për të mbrojtur rrugët e territorin, por gërmimet kanë qenë shumë premtuese. Për vetë faktin që në vitin e parë ne zbuluam një godinë për masave shumë të mëdha me burr të punuar, ka dimensione 15-16 metra, 6 metra e gjuar, dhe më shumë mundësi kemi të bëjmë me një godinë publike. Pra, kjo gjë ndryshon mënyrën e të menduarit tonë për fortifikimet, për fortesat që nuk janë vetëm për ushtrim, por janë qendra të cilat shërbejnë për territorin dhe shërbejnë gjithashtu edhe duke pasur godina publike. Godina publike janë më karakteristike në fakt në qytetet e mëdha si Amantia, Antigonea, ku ka një hapësirë të dedikuar për qëllim publik. Ndërkohë që në fortesa më të vogla deri tani është në rastet e para në Shqipëri që ne gjejmë një godinë të përmasave të tilla. Godina mendojmë që është ndërtuar në shekullin e tretë para erës sonë dhe ka ripërdorime të shumta në periudhën e antikitetit vonë. Pra, nga treshi para erës sonë në shekujt 4, 5, 6 dhe më vonë, kur territori është i trazuar nga dynit e ndryshme që vinë nga lindja dhe njerëzit vendosen përsëri në territore të mbrojtura me mure fortifikuese dhe me për të qenë sa më të mbrojtur. Pra, godina që shihni mbrapa kurrizit tim apo anësh në këtë pjesën anësore është e një rëndësie të veçantë për faktin që gjendet në një fortezë ushtarake. Turizmi në Shqipëri një rritje në shifrat e turistëve që vizitojnë nga viti në vit, por edhe sa i përket qëndrimit. Dhënat e strukturave akomoduese të publikuara për periudhën e muajit prill 2025 kanë treguar se është shënuar një rritje ndjeshme vizitorëve dhe netëve të qëndrimit krahasuar me të njëjtin muaj të vitit e kaluar. Sipas Instat, net qëndrimet gjithsej për turistët e huaj që vizituan Shqipërinë për gjatë muajit prill rezultojnë se u rritën me 23%. Referuar statistikave, në prill 2025, shumica e vizitorëve që u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri erdhën nga Italia 16%, Kosova 14%, Gjermania 8%, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kontribuan përkatësisht me 7% dhe 6% të vizitorëve, ndërsa 49% e tyre ishin nga vende të tjera. Të dhënat reflektojnë prirjen e rritjes së turizmit hyrës nga tregjet kryesore të rajonit dhe Europës. Gjatë kësaj periudhe, thekson Instat, fluksi turistik duke se ka qenë i shpërndar kryesisht në rajonin qendror.
Ditën e djeshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar rinumërimin e votave për 94 qendrat e votimit të qarkut Elbasan, që i përkasin Peqinit dhe Gramshit, pas vendimit të marrë në kas gjatë shqyrtimit të ankimimit të koalicionit PD-SHM. Nga verifikimi i këtyre kutive janë konstatuar disa problematika ku në 15 raste fletet e votimit kishin një vul dhe jo 2. Pashtu vërejse në disa kuti mungonin fletet e papërdorura, si dhe rezultoi se në disa raste kanë votuar persona që nuk e kishin emrin në listën e zgjedhësve. Ndërkohë, sot do të nisë rinumërimi i votave për 1282 qendrat e votimit për qarkun Tiranë, e ndërsa më pas do të vijojë me 587 qendrat e qarkut Fier dhe 360 kutit e Durrësit. Në total do të rinumërohen 2323 kuti votimi nga zgjedhjet e 11 majit. Çmimet e naftës vijuan të rriteshin përgjatë ditës së djeshme, duke shtuar rritjen për 7% nga java e kaluar, ndërsa konflikti midis Izraelit dhe Iranit është thelluar dhe kërcënon furnizimin global me naftë. Nafta amerikane u rrit për herë të parë me 1.2% në $73.85 për fuqi. Të hënën në mëngjes, sipas orës lokale, shpërthime u pan në qytetin bregdetar izraelit të Haifës, duke dëmtuar ndërtesa dhe duke i vënë flakën infrastrukturës, pasi Izraeli tha se Irani nisi një raund të ri raketash. Raketat u pan duke goditur zonën përreth një rafinerie nafte në Haifa. Konflikti ka nxitur frikën për ndërprerjet e eksportit të naftës nga rajoni. Analistët kanë ngritur gjithashtu shqetësime për një konflikt në zgjerim që mund të ndikojë në rrjedhjen e naftës nga ngushtica e Hormuzit, që është edhe pika më kritike për furnizimet me naftë në planet. Izraeli e ka tronditur Iranin javën e kaluar në momenti që ka nisur një operacion ushtarak edhe të inteligjencës të përgatitur ndër vite, që ka rezultuar me sulme precize kundrejt shenjastrave të nivelit të lartë. Udhëzuar nga spion nga inteligjenca artificiale, ushtria izraelite ka nisur zjarr në terrin e natës përmes aeroplanëve luftarak dhe dronëve të kontrabanduar, duke e gjymtuar Iranit një pjesë të sistemeve raketore dhe atyre për mbrojtje ajrore. Me një liri më të madhe për të fluturuar mbi Iran, Izraeli ka bombarduar më pas qendra bërthamore dhe ka vrarë general të lartë ushtarak dhe shkencëtar iranian. Derisa Irani është mobilizuar për të hakmarrë, disa orë më vonë, kapaciteti i tij, veçse i dobësuar nga sulmet e mëparshme izraelite, është rënuar edhe më tepër.